Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Do të flasim në nisje të këtij edicioni për bojkotin e avokatëve që kanë bllokuar seancat gjyqësore në të gjitha gjykatat e vendit. Do të kemi tani një komunikim me gazetaren Bleona Metushi, e cila do të na jap më tepër detaje lidhur me këtë zhvillim. Atëherë, Bleona, prej sa ditësh vjen bojkoti i avokatëve dhe çfarë pretendojnë ata? Redi, bojkoti i avokatëve, i cili është duke u mbajtur jo vetëm në Tiranë, por në gjitha rrethet gjyqësore në Shqipëri, nisi të hënën, pra ditën e djeshme në datën 20 tetor dhe do të vijojë deri në datën 25 tetor, sipas një vendimi të nxjerrë ditën e diel në 19 tetor nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë. Ky vendim i Dhomës Kombëtare të Avokatisë erdhi si reagim pas arrestimit të avokatit Ulian Bajrami në Elbasan me një procedurë të dyshim dhe më pas lirimin e tij ditën e hënë, pas 2 ditësh qëndrimi në paraburgim nga ana e prokurorisë, e cila më pas konsideroi se nuk kishte arsye pse ai të qëndronte në paraburgim, por mund të jetojë në një mas në gjendje të lirë. Sipas avokatëve, i gjithë kjo ndodhi e ndodhur në të shtunën, menjëherë pas një seance ku Ulian Bajrami përfaqësoi klientin e tij dhe pati një debat në këtë seancë gjyqësore me prokurorin e çështjes, vjen për shkak të një fryme jo pozitive ndaj avokatisë në përgjithësi dhe për këtë arsye avokatët vendosën të bëjnë bojkot të paktën 5 ditë. Ndërkaq që çfarë kërkesash kanë avokatët për të ndërprerë bojkotin? Redi, avokatët presin nga ky bojkot që të ketë ashtu sikurse edhe kryetari i Dhomës së Avokatisë Maksim Haxhia të ketë një reflektim nga sistemi për rëndësinë që ka roli i tyre në të gjithë procedurat gjyqësore, por edhe hetimore, dhe të mos shihen si të jashtëm, por si kolegë në mesin e tyre. Por për më shumë unë juftoj të ndjekim deklarimin e bërë për mediat nga kryetari i Dhomës së Avokatisë Maksim Haxhia. Bojkoti ishte për t'i thënë të gjithë opinionit, për t'i thënë gjithë kolegëve, avokat, për t'i thënë gjithë prokurorisë, kolegëve prokuror dhe kolegëve gjyqtar, organeve drejtuese veçanërisht, ILD-s, Inspektorit Lart Drejtësisë, Këshillit Lart Prokurorisë, Këshillit Lart Gjyqësor, që të jenë të përgjegjshëm në trajtimin e pozicionit ligjor të avokatit. Kupa është mbushur dhe po qëse do ketë një rast të tillë, po më tepër nga organet e drejtuese të sistemit të gjyqësor, po ju garantoj që do abandonohen të gjitha proceset dhe jo për një kohë, jo për një ditë, jo për një javë, po për muaj. Një tjetër tentativë për të trafikuar kanabis me përqindje të lartë THC është zbuluar nga policia në aeroportin e Rina, si uniformat blu zbuluan 61 kg lëndë narkotike të ndarë në 120 pako brenda 2 valigjeve. Droga ishte nisur nga Bangkoku i Tajlandës me tranzit në Emiratet e Bashkuara për të përfunduar në Shqipëri. Në prangë avon 2 shtetas kinez që posedonin valigjet. Mbi 12 raste të trafikut kanabisit me post nga jashtë janë zbuluar brenda këtij viti. Kryeministri Edi Rama shprehet se Komisioni i Venecias do të vijojë të jetë pika e referimit të Shqipërisë për reformat e mëtejshme. Në fjalën e mbajtur në konferencë me rastin e 30 vjetorit të bashkëpunimit me këtë institucion, Rama vlerësoi kontributin e Venecias për reformën në drejtësi dhe në reformën zgjedhore. Institucionet shqiptare festojnë 30 vjetorin e partneritetit me Këshillin e Europës dhe Komisionin e Venecias. E në fakt, në 30 vjet, ligjvënësit shqiptar janë drejtuar Komisionit Venecias për opinion me 10 herë, duke nisur nga artimi e kushtetutës e në rastin më të fundit për mandatin e deputetes Olta Xhaçka. Në shumë raste, opinionet e ekspertëve të Komisionit Venecias që jepen në gjuhën angleze janë lexuar në shqip në mënyra të ndryshme nga palët politike, por gjithsesi, ato janë cilësuar si shumë të rëndësishme në 30 vite bashkëpunim. Kryeministri që mori fjalën vlerësoi disa opinione që kanë qenë vendimtare sipas tij për reformat në Shqipëri. 2 kontribute kyçe, kontributet për kodin zgjedhor dhe nga ana tjetër kontributin historik për reformën më të thellë dhe më të vështirë, reformën në drejtësi. Një udhërfyes si gjithmonë i matur dhe një autoritet që na ka ndihmuar të ruajmë gjatë gjithë kohës busullën dhe të orientohemi
gjatë gjithë kohës në drejtimin e duhur. Pa Komisionin e Venecias dhe kontributin e tij do të kishte qenë e pamundur që Shqipëria të ndërmerte procesin e vettingut. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese që i është drejtuar dhe vetë Komisionit Venecias për një opinion për mandatin e saj në dhjetorin e vitit të shkuar, flet për rëndësinë që ka ekspertiza e kësaj strukture që funksionon brenda Këshillit të Europës. Procesi konsultativ me Komisionin e Venecias nuk mund të përdoret për të shmangur ose relativizuar vendimet e Gjykatës Kushtetuese, të cilat janë përfundimtare, detyruese dhe nuk mund të vijnë në diskutim nga asnjë organ i pushtetit dhe as nga vetë ajo. Kërkimi i një opinioni këshillimor duhet të ndodhë paraprakisht dhe jo të përdoret si mjet për të kontestuar një vendimarrje të dhënë. Kryeparlamentari Niko Peleshi pohoi se bashkëpunimi me Komisionin do të vijojë dhe për reformën zgjedhore që do të nisë shumë shpejt nga Parlamenti, vendim që u përshëndet dhe nga presidenti i nderit Gianni Bucicchio që ishte në Tiranë për konferencën. Ashtu si për kushtetutën, edhe në rastin e ligjit zgjedhor kemi të bëjmë me rregullat e lojës të cilat nuk duhet të ndryshojnë në bazë të interesave të lojtarëve. Nëse duhet të bëhen ndryshime, ato duhet të bëhen në bazë të rekomandimeve të organizatave ndërkombëtare. Bucicchio kujton se komisioni që ai drejton ka dhënë 7 opinione për Gjykatën Kushtetuese shqiptare, e në këtë pikë ai vlerëson bashkëpunimin për ligjin për vettingun. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se ka bërë kërkesë pranë KLG-s për konstatimin e mbarimit të mandatit të gjyqtares Irena Gjoka. Ai tha se në rastin e saj nuk vlen parimi i parashikimit të dënimit. Gjyqtarja Irena Gjoka ishte edhe këtë të hënë shënjestër të akuzave të ish kryeministrit Sali Berisha, nga SPAK-u ku ishte në zbatim të masës sigurisë detyrim paraqitje. Ai tha se Gjokës i ka mbaruar mandati dhe se po qëndron në detyrë në shkelje të ligjit e kushtetutës. Ne kemi bërë kërkesë pranë KLG-s për konstatimin e mbarimit mandatit të Irena Gjokës. Kjo qëndron në detyrë duke shkelmuar kushtetutën e vendit. Sipas Berishës, gjyqtarja e GKK-s duhet të ishte në burg për shkak të mosdeklarimit të dënimit në formularin e dekriminalizimit për 2 dënimet e dhëna nga drejtësia greke. KLG-ja, Uluzi, Faqe e Zez, Altin Troplini dhe marionetat tjera të pushtetit zvarritën me qëllim hetimin edhe mbi çështje shkeljes së ligjit të dekriminalizimit nga Irena Gjoka, e cila ka fshehur dhe nuk ka deklaruar në formular as vendimin penal dhe as 2 ekspulset që kanë nga Greqia me qëllim të qartë, kalimin e afateve të ndjekjes penale, pra parashkrimin e veprës penale. Pasila SPAK-un nga Selia Blu, Berisha shënjestroi edhe kryeministrin Rama, të cilin e akuzoi se e përdori politikisht protestën e organizuar në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s për të goditur qeverinë Kurti. Do t'i ndihmosh ata. Merr vendim qeverie, jepu për avokatrit. Tradhtar më i keq pas Enverholz i shqiptarëve në tërësi dhe Kosovës veçanti. Prerazi mohoi të kishte një urdhër ndaj deputetëve demokrat për të mos marrë pjesë në protestë, por u shpreh se vota kundër e socialistëve në parlament për rezolutën që dënonte krimet serbe në Kosovë ishte dëshmi e vënies së kryeministrit në shërbim të ultranacionalizmit serb. Do të shkojmë tani në Kosovë për të folur për numërimin e votave të diasporës për zgjedhjet lokale të 12 tetorit që po vijon aktualisht. Më tepër detaje na jep në një komunikim të drejtë për drejtë gazetarja Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, a ka patur ndonjë ndikim në rezultat numërimi i këtyre votave? Në fakt nuk është se ka pasur ndonjë rezultat rrënjësor, ka mundur vetëm të ndryshoj në vendet në komunat ku gara ka qenë ngushtë ndërmjet 2 kandidatëve të cilët do të shkojnë në balotazh, ka mundur të ndryshoj të disa që i dyti të dal i pari, por nuk është se ka ndryshime rrënjësore që kandidati i tretë të kalojë në balotazh dhe i dyti të mos jetë në balotazh. Ndërsa aktualisht pritet që të nisë numërimi i votave me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta. Ndërkaq Blerta, për të folur për formimin e qeverisë së re të Kosovës, çfarë po ndodh aktualisht? A ka ndonjë lëvizje pasi edhe afati që ka Albin Kurti në dispozicion po shkon drejt përfundimit?
Po në fakt nuk është se ka publikisht së paku ose zyrtarisht nuk është se ka ndonjë përpjekje nga mandatari i presidentës këtë rast Albin Kurti që pritet të formojë qeverinë të ketë pasur ndonjë iniciativë apo ndonjë takim konkret publik. Megjithatë, presidentja ai aktualisht ndodhet në Londër, derisa deri të shtunën pritet është afati i fundit për formimin e qeverisë. Presidentja një ditë më parë tha se nuk duhet të ketë supozime nëse ka përpjekje ose jo, meqë sipas saj shumë takime që ndodhin mbahen edhe të fshehta. E qartë, Blerta të falenderoj për të gjitha këto detaje. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë miru pafshim.